Ish deputeti i Partisë Demokratike Ervin Saliani ka reaguar nga burgu nëpërmjet një postimi në Facebook, duke kritikuar ashpër listën e kandidatëve për deputet të Partisë Socialiste për zgjedhjet e 11 majit. Sipas tij, Rama nuk ka sjell asnjë fytyrë të re, por vetëm individ të bindur ndaj tij, të cilët nuk përfaqësojnë as interesat e qytetarëve dhe as demokracinë. Ish deputeti akuzoi kryeministrin se po vazhdon të manipulojë procesin politik për të mbajtur me çdo kusht pushtetin, ndërsa e përshkroi Partinë Socialiste si një amalgame eksperimenti të tip personal dhe jo një parti të vërtet politike. Në përfundim, Saliani thekson se shqiptarët tashmë e kanë kuptuar lojën e Ramës dhe nuk do të lejojnë që pushteti i tij të vazhdojë përmes manipulimeve dhe blerjes së votave. Reagimi i plot i Salianit. Lista e Ramës nga sindikata e krimit tek shoqata e delinkuentëve, përpjekja e të lodhurit të konsumuarit Rama për të dukur i ri është kaq artificiale sa nuk ngjit dot prej qeverisjes së gjatë të mbrapsht, prej dekompozimit që kutërbon skandale pislëk në çdo sektor, një trup qeveritar obez nga hajdutëria, majmur nga skandalet, infektuar nga lidhjet me krimin, kërkon të vendos buzëkuq dhe pudër para 11 majit, me një listë fasade emrash në funksion të trukut të autokratucit, me fytyrat gjasme të reja e të pafajshme. Në fakt, Rama i jep një tjetër goditje rregullave të lojës, meritës, demokracisë dhe parlamentarizmit. Ata nuk përfaqësojnë asgjë përpos nevojës ulëritëse të shefit të tyre për të mbajtur me çdo kusht karriken më të korruptuar e më të inkriminuar në Europë e më gjerë. Duke ndihmuar në këtë qëllim, fytyrat gjasme të reja e të pafajshme bëhen bashkëpunëtor në një qëllim të keq kriminal, e vetmja lodhje e mundim që këta rishtar në listën e Ramës kanë patur ka qenë se kush thur lavde më të forta për bosin e madh, dhe kjo nuk është një garë lehtë. Kur dim se disa maja aty i kanë shënuar listat me shok, duke e cilësuar Skënderbeu, disa markë ndërkombëtare plot lajthitje të kësaj natyre. Nga Lenka e Kecave tek Nazmia që dallon defektin e Ramës që ecën 10 hapa para, e tek shumë anonim të tjera, autokratuci ka gjetur garancinë e tufës që përtyp kollaj çdo idiotësi, e që s'duhet të ketë mendim. Një produkt i neuroneve modellëzore të shefit të madh që kërkon qenie tabula rasa, tek të cilët të klonojë adhurimin për veten e tij. Me këto përzgjedhje ai sërish ka bërë ato që në mënyrë të përsëritur bën. Ka fyer edhe një herë shoqërinë. Sipas tij, vajzat dhe djemt, burrat e gratë në këtë vend qenë kanë servile të poshtruar, derisa u përfaqësokan me këta që ai ka caktuar në listë. Por e vërteta nuk është kjo. E vetmja gjë nga e cila vuajnë të rinjtë e të rejat, burrat e gratë e këtij vendi është pamundësia, mungesa e shpresës dhe e besimit, edhe rënja e standardeve në këto 12 vite të qeverisjes tënde. Rënja e cilësisë së jetës deri në varfëri. Nuk ka dyshim se listat janë ndoshta një moment argëtimi për autokratucin. Ai degdis pa lajmëruar njerëz që kanë kontribute dhe janë përpjekur për atë parti dhe nxjerr në krye këtë dëshiroj. Është një nga trillet e tij për të demonstruar pushtetin absolut dhe tiranin. Nuk ka më një parti socialiste në fakt, por një amalgam si eksperimenti në ateljen private. Këtë e din të gjithë tani më. Truke të tilla nuk hyjnë më në punë. Por edhe ky buzëkuqi për të dielën e 11 majit tenton gjithashtu të fshehë përpjekjet e errta dhe të nëndeshme që ai sërish po bën e do të bëj për të kapur, manipuluar, shantazhuar e bler votën. Sindikata e krimit dhe bandave do të miklohet sërish. Administrata është nën terror pas anikët e tenderëve të pisët me qese me euro vim vërdall. Por shqiptarët jam i bindur se e kanë kuptuar mirë që asnjë favor i shpejt në këmbim të dhënies pushtet sërish për Edi Ramën nuk ja vlen, me dhimbjet e pasojat e rënda që sjell qeverisja e keqe, kësaj të vërtetë nuk ka çfarë i bën më autokratuci. Ai do të humbë më 11 maj, dhe është rasti tipik kur humbsi humb të gjitha, imunitetin, pushtetin, lavdin, venerimin. Do të shohë se si do të bëhen të gjitha pluhur në një ditë. Ai më shumë se askush tjetër ka punuar për këtë fund.